Të shpenzosh 16 orë të ditës në një rrjet social mund të cilësohet si përdorim problematik, por jo varësi. Kjo sipas CEO-s së Instagramit, Adam Mosseri, i cili po mbron në gjyq kompaninë e tij nga akuzat se i ka shkaktuar të miturve dëme të shëndetit mendor. Mosseri është i pari ekzekutiv i profilit të lartë që dëshmon në gjyqin që po mbahet në Los Angeles rreth impaktit të kompanive teknologjike dhe atë që ato kanë pasur në shëndetin e të rinjve ndër vite. Pas tij radhën e ka YouTube, ndërsa Snapchat dhe TikTok kanë arritur që të gjejnë një marrëveshje me paditësit. Gjatë seancës gjyqësore, CEO Instagramit tha se nuk beson se ka ndonjë mënyrë për të caktuar se sa shumë scrolling mund të konsiderohet si shumë. Pra, sipas Mosserit, një person mund ta përdorë Instagramin më shumë se ti dhe të jetë shumë okay me këtë. Ai thotë se është e rëndësishme që të bëhet dallimi mes varësisë klinike dhe përdorimit problematik, por në këtë rast këtë duhet ta thotë një mjek dhe jo dikush që është palë direkte dhe në konflikt interesi. Jashtë sallës së gjyqit priste një grup protestuesish, mes të cilëve edhe babai i një vajze që kishte vrarë veten në vitin 2021, kur ishte vetëm 14 vjeç. Mariano kishte ardhur posaçërisht nga Londra për të treguar mbështetjen e tij ndaj idesë që mediat sociale duhet të jenë të kufizuara për fëmijët. Dhe ne po shohim se si kjo qasje po përqafohet tashmë nga një sër shtetesh. Nisi me Australinë, e fundit ishte Spanja dhe shtete si Greqia apo Britania e Madhe po shohin mundësinë që mediat sociale të ndalohen për fëmijët nën 16 vjeç. Will ban access to social media for minors under the age of 16. Today, our children are exposed to a space they were never meant to navigate alone. A space of addiction, abuse, pornography, manipulation, violence. We will no longer accept that. Gjithsesi, sa do lajmi mirë që të tingëlloj, ekspertët druhen se ndoshta këto kufizime do t'i shtyjnë të rinj që të gjejnë metoda alternative për të pasur akses në rrjete. Total, porque al final pues los niños son listos, pueden meter años falsos, pueden coger el móvil de sus padres, utilizar las redes ahí, o sea, no va a haber como... Es imposible prohibirlo porque siempre va a haber maneras para que volvamos a ello y lo único que está haciendo es provocarnos y haciendo eso pues va a hacer que queramos estar más viendo las redes sociales. Porque a pesar de que hay muchas cosas malas, con las redes sociales también hay cosas buenas y creo que es más decisión de los padres que del gobierno. Porque, por ejemplo, hay recetas, hay centros de investigación, hay muchos recursos en las redes sociales que son buenos a pesar de lo malo. Kjo është fytyra e dikujt që ka tradhtuar partneren dhe ka vendosur që ta pranojë në sy të gjithë botës, pasi ka fituar një medalje bronzi në lojrat olimpike. Të gjithë kanë syt nga Milano Cortina për lojrat olimpike, por ky 28 vjeçar norvegjez nuk u bë viral për aftësitë e tij si atlet. Norvegjezi Sturla Holm Lagraj trofeu atë që e cilësoi si gabimin e tij më të madh në sy të gjithë botës dhe pastaj u pendua sigurisht pasi videoa u bë virale. Tani mbetet për të parë nëse 28 vjeçari zgjidhi gjë me rrëfimin e tij apo thjesht sa i bëri gjërat akoma më keq. Gjithsesi, këto janë disa nga reagimet e sportistëve të tjerë në Itali, të cilët me sa duket patën me se të qeshnin për disa sekonda. Yeah, that was pretty wild. That was our breakfast conversation this morning. I mean, at least he's putting himself out there. I respect it. I think he's owning up to his very own mistake, and who knows, maybe he'll get the girl back. I think it wouldn't work for me, but I wish him and her the best. I don't know if I'll go as far as to do that, but I don't know. I mean, I personally wouldn't do it, but I mean, I guess good for him for being open and transparent, but yeah. Yeah, it's not my style, but I don't know what to say about it. Like, it is remarkable, I guess. I feel like a confession like that, I mean, who knows, but I feel like it'd probably make it worse. Jeffrey Epstein është gjallë dhe duke shëtitur në për rrugët e Izraelit, sigurisht që jo, por ka njerëz në platformën X dhe në TikTok që besojnë të kundërtën. Fotot u bën virale, por janë të gjeneruara nga inteligjenca artificiale. 3.5 milion faqe dokumentesh, mbi 2.000 video dhe mbi 180.000 foto janë publikuar nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë për këtë çështje. Pra, material ka mjaftueshëm, por sërish e kemi gjetur veten duke rënë pre fotove të pavërteta.
Gjithsesi, kjo nuk është një qasje e re rreth fatit të Epstein, sepse që pasi ai kreu vetvrasje në qelin e tij, të shumt janë ata që besojnë në dy versione. I pari është që ta kenë vrarë dhe i dyti është që në fakt jetë gjallë diku nëpër botë. Por siç duket edhe nga screenshotet, të paktën në këtë rast fotot janë të identifikuara edhe nga vetë platforma si të gjeneruara nga inteligjenca artificiale. Më konkretisht ka një watermark të Gemini, i cili është asistenti virtual i Google.